Çdo vit para dy sesioneve, faqja zyrtare në internet e qeverisë kineze, në bashkëpunim me disa platforma digjitale, nisë fushatën jep sugjerime për raportin e punës së qeverisë. Kjo krijon një platformë ku qytetarët të shplehin mendimet e tyre për politikat publike. Dy sesionet janë një dritare e rëndësishme për pjesëmarrjen publike dhe për dhënie e sugjerimeve mbi çështje që lidhen me zhvillimin e vendit dhe mirëqenie e njerëzve. Temat mbullojnë në fusha të ndryshme, si inovacioni teknologjik, punësimi, sigurimet shoqërore dhe zhvillimi rural. Pjesëmarrja nuk kufizohet nga mosha, profesioni apo vendbanimi, që nga vitin 2023 ka edhe një version anglisht, duke lejuar pjesëmarrje e përdoruesve nga mbar bota. Në praktikë, ky proces pasqyron demokracinë në gjithë përfshirëse. Përveç raportit të punës së qeverisë, edhe hartimi i planeve afatgjata kombëtare përfshin mendimet e publikut. Gjatë konsultimit në internet për plani e 15 vjeçar, në vetëm një muaj mblodhen mbi 3.1 milion sugjerime. Këto sugjerime nuk mbeten thjesht komente në internet. Pas analizës dhe vlerësimit, propozimet e arsyeshme përfshihen në politikat konkrete. Në vitin 2020, një sugjerim nga një punonjës i bazës në Mongolinë e Brendshme për modelin e kujdesit të ndërsjellë për të moshuarit në zonat rurale, u përfshi në plani e 14 vjeçar dhe sot zbatohet në shumë rajone, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të pllakjes në fushat. Nga sugjerimet në internet dhe politikat kombëtare, zëri i qytetarëve po shndërrohet gjithnjë e më shumë në veprime konkrete. Çfarë mënyrash të tjera njihni për pjesëmarrjen e qytetarëve në qeverisje? Mirëpresim mendimet tuaja.